الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Zotit të Madhërisëm, Allahut të Çiplot, Zotit të botrave, krijuesit të mirëfillt, të gjithdijshmit, mëshiruesit të përgjithshëm. Salavatet, përshëndetjet tona ja dërgojmë më të dashurit ton, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe të çmuar, shokëve të tij të dalluar, sahabeve, tabiinëve dhe të gjithë ummetit të tij të shtrenjtë, për sa të jetë koha dhe sa të jetë jeta në këtë sipërfaqe të dhëut. Selamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Le të jetë kjo përshëndetja ime për ju të nderuar të pranishëm dhe për ata që na ndjekin përmes mediave, përmes televizionit të vërdi dhe të vërglobi, si dhe radios vala. Kjo përshëndetje bëron thellësisht nga zemra ime për të gjithë ju, që keni ndarë kohë nga koha juaj e shenjtë për ta bërë më madhështore këtë tubim me prezencën tuaj. Padyshim se Allahu xhaleshanuhu lëshon rahmet në tubime dhe xhamate në të cilët përmendet emri I Tij. Të nderuar miq, dashamir, vëllezër, bashkëqytetar dhe bashkëvendas, nderuar mefti gostivar, Zotri Shaqir Efendi Fetahu, si dhe të gjithë ju imam të qytetit, si dhe të fshatrave përreth. Poshtë e përshëndesim edhe grupin e recituesve të ilahijeve dhe kasideve të ardhur posaçërisht për tubimin e sotëm, Zotri Abbas Yahya, Zotri Abdurrahman Murati, Zotri Nuran Hafzia dhe Zotri Selver Gjemaili. Nga këtu në mënyrën më të veçantë përshëndesim edhe mysafirin ton dhe të gostivarit, të nderuarin doktor profesor Musli Verbani, I cili na vjen nga Republika e Kosovës, konkretisht nga qyteti Kaçaniku, për çka ne ndjehemi të privilegjuar dhe të nderuar që e kemi sonte në mesin ton, andaj I urojmë mirëseardhje dhe e falenderojmë përzemërsisht që na ka nderuar me pjesëmarrjen e tij dhe që I është përgjigjur ftesës sonë për qenë mysafiri I sonë. Më lejoni që personalisht në emër të Forumit të ri me musliman të dëshiroj edhe një herë të gjithë juve mirëseardhje dhe duke dëshiroj që të kaloni një pasdarkë të bereqetshme në ambientet e kësaj halle, e cila është vazhdimësi e ligjëratave javore që organizon FRM-ja, konkretisht Forumi të ri me musliman Dega Gostivar, për çdo dështune që ne edhe organizohet në lokalet e zyrës së FRM-s, që tani në këtë hallë të madhe do të kemi mundësinë që të gjithë ne të dëgjojmë poshtë edhe ligjëratën të përgatitur nga doktori lartë përmendur, se nga mysafiri im me temë që titullohet, nëse se edhe të gjithë edhe e keni lexuar, ndikimi negativ në shoqërinë nga fetfat e gabuara. Programi jonë do të vijoj, ne së pari do të japim fjalë përshëndetjes sekretarit të Degës së Forumit të ri me musliman, Dega në Gostivar, Zotri Nekim Musliu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi dhe lavdërimi I takon padyshim Allahu xhallahu ala, Zotit të botëve dhe të qiejve, krijuesit të mirëfillt, I cili krijon dhe shpik pa patur nevojë për ndonjë model paraprak. Atë e falenderojmë dhe atë e adhurojmë gjithsesi sa të jetë toka. Salavatet dhe selamet qofshin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për Muhammedin tonë të dashur, për sahabët dhe të gjithë ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar të pranishëm, më lejoni që në emrin tim personal, në emër të drejtorit të përgjithshëm të Forumit të ri musliman Ahmet Efendi Mehmeti,
në emër të gjithë anëtarëve që përbëjnë këtë forum, që ju dëshirojmë mirëseardhje në këtë eveniment, në këtë ligjërat, në këto ilahie dhe kaside të cilat janë përgatitur enkas për ju, dhe që ju dëshiroj pas darkit të këndshme ta shijoni kënaqësinë e fjalës së Allahut, shpresoj që do të dalë më të begat nga ky tubim. Lut Allahun xhaleshanuhu që të gjithë juve që ju begatojnë me të mirat e tij të pakufishme në këtë botë dhe në botën e ardhshme. Përshëndes në veçanti doktor profesorin Musliver Bani, i cili na ka nderuar me pjesëmarrjen e tij për ta bërë edhe më të begat manifestimin tonë sonte. Përshëndes në veçanti gjithashtu edhe miftiun tonë të dashur Shaqir Efendi Fetaun. Përshëndes të gjithë hoxhallarët të cilët kanë ardhur nga gjitha viset e Maqedonisë, duke filluar nga Kumanova, nga Shkupi, edhe të gjithë hoxhallarët e qytetit të Gostivarit dhe hoxhallarët e rrethinave dhe fshatrave. Ju falenderoj të gjithëve, me të vërtetë jam shumë i befasuar, jam shumë i kënaqur sepse bukuria më e madhe e këtij tubimi sonte është pjesëmarrja juaj. Allahu shpërblet të gjithëve, ju uroj që të kaloni çastet e këndshme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أنزل القرآن ليكون شفاء وهدى للعالمين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يقومون بتطبيق وصايا القرآن العظيم. يقول الله تبارك وتعالى في أشرف كلامه العزيز: أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Nderuari kryetar i degës së forumit rinor këtu në Gostivar, i nderuari doktor Musliver Bani, të nderuar kolegë të mi hoxhallar, shumë të respektuar vëllezër, miq, mysafir dhe dashamir, nëna dhe motra, më lejoni që në këtë natë të bekuar t'ju përshëndes përzemërsisht me përshëndetjen islame: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatita Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Vëllezër të dashur, falenderojmë nga thellësia e zemrave tona Allahun fuqiplot që na e bëri të mundur sonte të jemi këtu së bashku me qëllim që të shpjegojmë sadopak porositë e të Madhit Zot nga Kurani famlar. Të shpjegojsh fjalët e të Madhit Zot në të njëjtën kohë don të thotë ti përvetësosh ato në zemrat tona, në mendjet tona, në trupin ton dhe në jetën tonë. E më pastaj të ndigjosh fjalën e të Madhit Zot, porositë e tij, urdhrat e tij, automatikisht obligohemi që t'i futemi aksionit
për t'i realizuar ato. Kjo është esenca e fjalës së të Madhit Zot në Kur'anin famlar. Ne muslimanët e këtij nënqilli mendoj se kemi marrë rrugën e trasimit të kuptuarit të thellë të fjalës së Allahut fuqiplot. Kemi filluar të trasojmë edhe rrugën e realizimit të fjalëve të Kur'anit famlar nëpërmes institucioneve tona, nëpërmes organizimeve tona, dhe elhamdulillah mendoj se ngadalë e japim provimin e kohës në të cilën jetojmë dhe vendin ku veprojmë. Vëllezër të dashur, besimtar të nderuar, nuk dëshiroj që ta zgjas për së tepërmi. Sonte mua më kanë sjellë këtu në emër të muftinisë së Bashkisë Fetare Islame të Gostivarit, bashkë me kolegët e mi hoxhollar, prezenca e teologut hoxhës të trevave shqiptare të mirënjohur, doktor Musli Vërbani, i cili jo vetëm që e ka dhënë provimin në shpjegimin e Islamit, në shpjegimin e fjalëve të Muhamedit alayhis salam, ai e ka dëshmuar atë edhe në jetën e tij praktike. Andaj prezenca e jonë sonte këtu si mufti dhe muftini e Gostivarit është të respektojmë musafirin ton, e pse të mos themi nga musafiri i nderuar edhe të mësojmë atë që me siguri se të gjithë kemi hapësirë që nuk dim. E dyta, ajo që më bën sonte të jem prezent është prezenca e një pjese të madhe në këtë eveniment që jetojnë, veprojnë, punojnë jashtë vendlindjes, jashtë atdheu, jashtë vatanit të tyre, në vendet e perëndimit. Nuk do të përdori fjalën mërgjimtar, jo. Nuk do të përdori fjalën gurbetçin, jo. Do të përdori fjalën bashkëatletarët tanë, që veprojnë dhe punojnë jashtë vendlindjes në perëndim, të cilët jo vetëm që punojnë dhe veprojnë, por ata lëvizin fuqishëm duke mbrojtur dinjitetin e tyre fetar dhe kombëtar. Dhe e dyta, janë ata të cilët jo vetëm që shkuan të punojnë dhe të fitojnë kafshatën e bukës së tyre, janë ata të cilët bën një vepër të madhe që nuk mundi ta bëjë perandoria e famshme dhe e fuqishme, perandoria osmane, ta sjell e Islamin në mes të Europës. Këtë e bën bashkëatletarët tanë me punë në vendet e perëndimit. Nëse ndonjë shtresë, këtë e kam thënë gjithmonë në takimet e mia jashtë vendit në perëndim, nëse këto vitet, themi 2 decenie, ndonjë shtresë duhet të shkruhet me germa të arta, me shkronja të arta në forcimin e identitetit tonë kombëtar dhe fetar në trojet shqiptare, janë bashkëatletarët tanë, të cilët e shkatruan strategjinë slavo-sërbe në sferën e ekonomisë me hapjen e zemrave të tyre që pasurinë e tyre ta sjellin këtu në trojet shqiptare në këtë nënqill. E them në trojet shqiptare sepse shqiptarët janë ata të cilët autokton pranuan Islamin në Ballkan dhe Europë. Andaj kam respekt të veçantë ndaj jush, ndaj bashkëatletarëve tanë,
të cilët lëvizin në të 4 anët e botës, por e japin kontributin që vatani i tyre të forcohet edhe në sferën e islamit, edhe në sferën e traditës së tyre kombëtare. Andaj, vëllezër, miq të dashur, mysafir të nderuar, kam respekt të veçantë ndaj jush. Andaj ne jemi sonte të lumtur që ja forumi i të rive musliman ju ka tubuar sonte dhe ne jemi sonte të jemi prezent këtu, t'i themi disa përshëndetje, disa mirënjohje ndaj veprave të mëdha që i bëni ju atje lart në vendet e perëndimit. Unë e di se ju e dini, sepse keni dëshmuar në jetën e juaj parimin që ne duhet ta kemi në zemrat tona dhe ta kemi si emanet dhe ta kemi si diçka të shenjtë. Ka do që të lëvizim, ka do që të shkojmë, nuk guxojmë 3 sende t'i harojmë, jo t'i harojmë, po t'i mbajmë në zemër, në trupin ton dhe në jetën ton. Të ruajmë islamin si diçka më të shtrenjtën që e kemi, të ruajmë gjuhën ton që na e ka dhënë i madhi Zot, dhe të ruajmë kombin ton duke e forcuar vendlindjen dhe vatanin ton. Nëse këta 3 segmente arrim t'i ruajmë, ka do që të lëvizim, nuk do t'jetë negative, por do t'jetë pozitive, dhe kjo do t'jetë fuqia jonë që islamin ta kemi në të 4 anët e botës. Më lejoni ajetin që e lexova dhe ta përfundoj, sepse unë kam moto të jetës time. Bismillahirrahmanirrahim. Ja eyyuhalladhina amanu aleikum anfusakum. O ju që keni besuar, aleikum anfusakum. Kthejuni vetvitit juaj. Kryeni obligimet që i keni si pjesëtar të Islamit. Kujdes ndaj obligimeve që kemi nga Allahu fuqiplot. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Nuk do të mund t'ju bëj dëm, t'ju shkëtroj juve, t'ju bëj zarar juve, ai që është në dalalet, ai që është në humbje, pa marrë parasysh hapësirë, vend, kohë, moment, ama me një kusht. Idha ihtadaytum, nëse ju jeni në rrugën e Allahut fuqiplot, ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tek Allahu do të ktheheni dhe ju do t'informoheni për obligimet a i keni kryer apo nuk i keni kryer në jetën e juaj. Andaj vëllezër të dashur besimtar, edhe njëherë ju falemderës për thirrjen, ju falemderës që sonte jeni tubuar, ju që keni ardhur nga perëndimi, ju shprehi mirëseardhje në emër të muftinisë së Bashkisë Fetare Islame të Gostivarit, edhe ne si muftini këtu në këtë nënqiell mundohemi që t'i kryjmë obligimet tona bashkë me nënpunësit ton fetar, me muderizët ton të shquar, në këtë mënyrë që ne me të vërtet para jush të mundohemi të dalim faqebardh me përgjegjësi të plot dhe në këtë mënyrë bashkarisht të paraqesim një fuqi që ta shpjegoj Islamin, jo për dëm të dikujt, por për të mirën e muslimanëve, për të mirën e të gjithë njerëzve kudo që jetojnë ata dhe veprojnë. Unë jam shumë i lumtur që sonte kemi kolegë, hoxhollar, mysafir të nderuar. Unë është e vërtet se nuk ka mundësi që të gjithë t'i përshëndes, po ja që përshëndes edhe Rexhail Efendiun, me të cilin njihemi, i cili ka dhënë kontribut të veçantë në shumë vende të perëndimit, andaj i shpreh mirëseardhje në emrin tim. Në të njëjtën kohë përshëndes teologun ton të mirënjohur, i cili derisa ka vepruar këtu në Gostivar dhe Maqedoni, me të vërtet ka lënë gjurma të mëdha dhe kur është larguar nga ky vend, nga Gostivari, e kam ditur se për ne do të jetë një humbje shumë e madhe, por ajo që më ka freskuar dhe më ka qetësuar është se e kam ditur se edhe atje ku do të shkoj, do të jetë një fuqi e madhe në shpjegimin e Islamit. E kam fjalën të përshëndes
magjistrin nga teritori i Kostivarit, respektivisht nga fshati Forin, imamin e qendrës islame në Vjenë, në Austri, magjistër Adem Safi Efendi Bajramit, të cilit po ashtu i dëshirojmë mirëseardhje në mesin tonë. Thash nuk e zgjat, po ja që e zgjata tepër. Faleminderit zotni doktor Musli Vërbani që do të na freskojë zemrat tona sonte dhe do të jetë bashkë me ne. Është më se e vërtet se fjalët e juaja do të kenë përshtypje të veçantë në zemrat, mendjet tona, e në veçanti në këtë tubim këtu në teritorin e Gostivarit. Faleminderit shumë, Allahu ju shpërblet, dhashti madh i Zot, gjithmonë kështu të bohemi të bashkuar në fjalën La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderoj në ftyrën e nderuar, pendesha që të tavën, falenderoj kolegët, falenderoj forumin e të rinjëve muslimat, të cilët na kanë bashkuar sot këtu, që jo të bësojmë diçka të re, po ta shohim njëri tjetrin, por edhe ta lutim Zotin e lartëmadhëruar që të na bashkojë në xhennet, me pejgamberët, me euliat, me dëshmorët dhe me të gjithë ata të cilët kontribuojnë për rrugën e vërtetë, për rrugën e fesë islame. Vëllezër të nderuar, pra temën të cilën e keni këtu, pra ndikimi negativ në shoqëri nga fetva e gabuara. Kisha dashur që të gjithë të përqendrohemi vetëm te fjala fetva. Ndoshta kjo është fjala e cila më së shumti përmendet në mesin tonë, por ndoshta më së paku e din domethënien apo kuptimin esencial të kësaj fjale. Nëse nuk e kuptojmë domethënien e fjalës fetva, atëherë tërë ligjëratën të cilën do ta ligjërojmë nuk do të ketë efekt. Për këtë arsye edhe para se me shpjegu për çështjen fetva, unë do të ndërlidhesha pasi që jemi në shekullin e 21. Në televizor për çdo ditë ndëgjojmë parlamenti, kuvendi, u pajtur, nuk u pajtur, vendosën për këtë legj, nuk vendosën për këtë legj, u pajtuan për këtë, nuk u pajtuan për atë, ndodhin edhe mos pajtime të shumta për çështje të ndryshme të cilat e preokupojnë shoqërinë, mirëpo në rend të parë, po e them ajetin kuranor, është urdhër i Zotit të lartëmadhëruar, wa shawirhum fil amr, konsultohu, pra sikurse në aspektin parlamentar, për çdo çështje të jetës, e cila ju nevojitet për mirëqendjen, sepse ju jeni halifetun fil ard, ju jeni ndërtues, ju jeni trashëgues, ju jeni zhvillues dhe ju jeni më këmbës në fytyrën e tokës. Edhe Zoti i lartëmadhëruar ka thonë për mesin tonë, pra për shoqërinë tonë, wa shura bainahum, muslimanët konsultohen në mes vete për çështjet për të cilat i preokupojnë. Edhe Zoti i lartëmadhëruar ka mund që ta krijojë njeriu me bë më këmbës në fytyrën e tokës, pa i pyet me laçe. Edhe pa debatu, pa u konsultu me melaçe. Po në Kur'an Zoti i lartëmadhëruar na tregon wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Përkujtoje ti o Muhammed, përmendja ti o Muhammed tjerëve, se Zoti i lartëmadhëruar e ka bën një debat, sistem parlamentar me melaçe, për ligjësimin e krijimit të njeriu. Pra për me e ligjësu krijimin e njeriu, Zoti i lartëmadhëruar ka debatu, që leresh mundemi me thonë këtu është formu një kuvend, jo që ishe me ndomi na një kuvend në një salë të kuvendit, por është formu kuvendi që në atë kuvend, sikur se janë 120 delegat në një parlament apo në një kuvend, aty kanë qenë delegat të gjithë me laçe. Dhe ata kanë thonë,
taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, pra kanë dhënë mendimin e tyre. E kanë dhënë mendimin e tyre në atë formë duke thënë se njeriu do të bën shkatrime në fytyrën e tokës. A është e vërtetë se gjatë shekujve njeriu ka bërë shkatrime në fytyrën e tokës? Po. Ka ndodhur edhe luftra lokale, luftra regionale, luftra kontinentale, dhe luftra e parë botërore, luftra e dytë botërore, edhe Zoti i lartëmadhëruar vetëm na ka mësuar se me dituri mund të ndalen konfliktet, me dituri mund të zhvillohet njerëzimi, me dituri mund të ecet përpara. Edhe ju ka thonë melaqeve, inni a'lemu ma la ta'lemu, une e di atë të cilën ju nuk e dini. Pra, sistemi parlamentar për njeriu, që edhe Zoti i lartëmadhëruar pastaj, sikur se themi në votim, melaqet kanë bërë sejdë falënderimi për njeriu. Melaqet pra kanë bërë sejdë falënderimi për ne, të cilët edhe sot jetojmë, por edhe për gjeneratat e ardhshme, me fjalë tjera e kanë aprovu atë mendim, apo e kanë provue thënien e Zotit dhe është miratuaj letë. Për këtë arsye duhet që në këtë moment fjalën fetva, askush prej juve mos ta kuptoje se fetva është ijma. Ijma është mendimi unanim i të gjithë dietarëve pa përjashtim. Nëse ndonjëri ka përjashtu, atëherë më njëherë kalon në fetva. Se dia jam i qartë është vetëm në këtë qartje. Pra nuk u du në këtë moment se ka fetva individuale, ka edhe fetva kolektive, ka edhe fetva të një regioni, të një kontinenti, po ka edhe fetva mbar islame. E nëse fetvaja mbar islame bëhet pajtimi unanim i të gjithë ekspertave, jo njërë të rëndon, ekspertave islam, atëherë kalon në titullin, apo me fjalë tjera në institucionin i cili quhet në sheriatin islam ijma. E ijmaji në renditje në legjislaturën islame është e treka me radhë. Kurani është 1, hadithi është 2, nën 3 është ijmaji. Mi po në këtë rast na jemi duke shpjegu për fetvat të cilat janë dhënë prej ekspertave islam, jo prej njerëzve të rëndom, jo prej një ekspert islam, por që ekspertat islam kanë dhënë fetva, mi po me fetvat e ekspertave islam kanë ndikuar në disa raste edhe mos zhvillimi i shoqërisë islame. Që sot jo muslimanët kanë ecë përpara, ndërsa ne muslimanët jemi duke ecë mbrapa tyre, që në të vërtet ne duhet me ecë përpara dhe tjerët me qenë pas nesh. Po ja fatkeqësisht me fetva të gabuara në të kaluarën, po edhe në të sotshmën prej dietarëve islam, në shumicën e rasteve edhe nuk ecë përpara shoqëria islame. Unë po e tregoj se kjo nuk ka të bëjë fetvar në aspekt të sheriatit islam, por vetëm me e ditë se sa ndikon negativisht edhe si ka reagu Muhamedi a.s. në një rast të cilën tregohet se Gjabiri radiallahu an, i cili ka qenë sahabe i Muhamedit a.s. ka qenë në një udhëtim, edhe gjatë atij udhëtimi me shok, njëri është rëzu, është lëndu në kokë, ka pas qarje në kokë dhe kanë ra me flerë. Në shkretëtirën arabe, sikur se edhe sot e shohim, në mesditë temperaturat mundën me qenën plus 30 gradë Celsius, ndërsa në mbrëmje mundën me zbrit minus 30 gradë Celsius. Dhe kur është zgju në mëngjes, është zgju i papastër, është zgju gjunup.
dhe i pyet sahabët tjerë se çka me bën. Fetfaja e gabuar në atë rast, mendimi i gabuar në atë rast, i thonë përderisa ka ujë, ti nuk mundesh me morën të jemon. Dhe është pastru me tërë trupin. E ka pastru edhe kokën. Dhe kur e ka pastru kokën, normal toftësia e madhe, edhe uji i cili ka qenë i ftoftë edhe ka ndru jetë. Kanë shku te Muhamedi a.s. dhe ja tregon Xhabiri këtë ngjarje. E dini se si ka vepru Muhamedi a.s. në atë rast. Çfarë reagimi ka pas? Qateltumuhu qatalakumullah. Thotë jo e keni mbyt me atë fetvan e juve. Zoti ju dënoft. Po kam mjaftuar vetëm edhe të pastër me e lëmue fytyrën dhe duar deri në bryla. Ja, kjo ka të mjaftu. Kështu ka thonë Muhamedi a.s. edhe me e lehtësu gjendjen e atij sahabe. Mi po Muhamedi a.s. thot, jo e keni mbyt dhe Zoti ju dënoft me mendimin islam të gabuar, nëse është mbyt një individ, ndoshta me mendimin apo me fetfat e gabuara mund të zbrapset apo mundet me ndiku edhe një shoqëri me ecë mbrapa. Unë në këtë rast do të përmendi vetëm disa raste ku ekspertat islam kanë dhënë fetfat të gabuara në kohëra të ndryshme. Sot çdo njani mundet me shku në çabe edhe me pi kafe. Edhe në shtëpia tona të gjithë kemi kafe. Mi po para 400 viteve apo para 500 viteve me pas pi kafe ka qenë sikur se me pas pi drogë sot. Dhe dietarët islam e kanë ndaluar, rreptësisht haram e kanë bë kafe. Kafja buron për një vendit të cili është në Etiopi dhe në bazë të emrit ajo bime cila është rrit në atë vend kafe edhe ka morë emrin kafe. Jemenasit kur kanë shku në Etiopi e kanë sjellë në vendet arabe. Dhe prej vendeve arabe pastaj ka ardhur edhe në Evropë kafja. Edhe sot ndoshta konsiderohet prej produkteve më të përdorura apo më të shpenzuara në OKB apo çështeme sot në botë. Mirë, por një ditë prej ditëve afër Çapës, disa të ri duke pi kafe, njëri prej dietarëve i pyet, çka është kjo? Thot kafe. Thot eja me mu do të me shku, sikur se te muftiu apo te kadiu, jo vetëm te muftiu dhe te kadiu, po të gjitha ekspertat e asaj kohe dhe i kanë pyet se a lejohet të pihet kjo pije. Ato i kanë pyet edhe dietar tjerë të lëmive të ndryshme dhe kanë thonë se në kafe ka toksin. Atëherë kanë morë vendim se është haram. Edhe një kohë e gjatë, kafja e ka pas fetfan se kafja është haram. Ndoshta e dini, deri para do kohë kur keni ble kafe, e keni pa se si në amballazhin ka qenën ose ndonjë njeri, sikur se themi ne si kule, me fjalë tjera ka simbolizu se cubat apo haramat e kanë pi atë lloj të pijes. Pse dietarët islam kanë thënë se është kafja haram. Po sufit, pra të gjithë të dimi kush janë sufit, të cilët vetëm për me pi kanë pi kafe, me qëllim që natën mos t'i zënë gjume, sikur se ndonjë dietar i cili duke studiu apo studente për me dhënë provimin pi kafe, mos me zënë gjume. Sufit kanë pi kafe që me qenë të kthjell edhe me i bë ibadet Allahut. Për këtë arsye të tjerët vetëm kanë thonë se kafja është haram. Por me kalimin e kohës vetëm e kanë pa dhe kjo kur po e them fetfa e gabuar
nuk e kam ndërmend këtë rast me thonë se vetëm një pjesë e vogël e dietarëve kanë thënë se kafja është haram, po pjesa dërmuese e dietarëve fatmirësisht nuk ka arrit në shkallën e ixhmait, kanë thënë se është haram. Por ne të gjithë vëllezër e dim se letrën të cilën e përdormi sot, muslimanët e kanë punë në Evropë. Dhe Evropa është zhvillu farë muslimanëve të cilët prej kinezëve e kanë sjellë në Evropë dhe pastaj e kanë zhvillu për punimin e letrës. E dini se muslimanët i kanë zonë 2 kinezë të cilët kanë vjedhë dhe i kanë burgos, por pastaj kur i kanë pyet çfarë lëmie keni, kur i kanë tregu se kemi për punimin e letrës, ashtu siç ka vepruar Muhamedi a.s. në luftën e Bedrit, ata kanë thonë do t'ju lirojmë juve, edhe pse keni bërë krim, me na mësu këtë veprimtari. Dhe normal kanë shkue prej Kinës, e kanë tregu mënyrën e përpunimit të letrës, dhe muslimanët janë të cilët i kanë sjell Evropës zhvillim nëpërmjet përpunimit të letrës. Të them këtë vëllezër, muslimanët e parë, 7 vjet, 8 vjet, 9 vjet, 10 vjet e kanë mësu Kur'anin përmendesh. Dhe pastaj njëri është përcaktuar në fizik, në matematik, në biologji dhe në kimi dhe në shkencat eksakte, sepse shkencat eksakte deri në ditën e kiametit nuk ndryshojnë, ndërsa shkencat shoqërore ndryshojnë. Për këtë arsye njerëzimi e ka përdorur sistemin feudal, s'ka pas sukses, sistemin socialist nuk ka pas sukses, por edhe ky sistem kapitalist nuk ka me pas sukses. E cili është sistemi ekonomik i suksesshëm për njerëzimin pa kurrë dyshimi është sistemi ekonomik islam, sepse është rregull e fikut, individi nuk ka përparësi ndaj shoqërisë nëse e dëmton shoqërinë. Po individi ka përparësi ndaj shoqërisë nëse nuk e dëmton shoqërinë. Pra qysh është në kapitalizëm. Por edhe shoqëria nuk ka përparësi ndaj individit nëse dëmtohet individi dhe nuk dëmtohet shoqëria. Pra këto rregullat të fikut, të cilat i kemi trashëguar, to e tregojnë se sistemi ekonomik islam i mesatarës është sistemi i cili do të triumfojë, por dietarët e hershëm kanë ecë përpara sepse i kanë mësu të shoqëria Kur'anin dhe nuk ka nevojë më me bisedu me Kur'anin. Po fatkeqësisht, unë edhe pse kam shumë kolegë të hoxhallar, me shumë prej tyre njihemi edhe në fakultet, po me tjerë njihemi edhe në forma të ndryshme, po ka shumë hoxhallar të cilët edhe leximin e Kur'anit fatkeqësisht nuk e lexojnë mirë. Tema nuk është pra për me bisedu apo me kritiku hoxhallar, sepse hoxhallarët janë vërtetul enbiya, janë trashëgimtar të pejgamberëve. Edhe me respektue hoxhallarët është sikurse me i respektue edhe pejgamberët. Po në këtë rast patjetër dohet me e thanë, sepse ndoshta fetfat e gabuara kanë ndiku që pastaj edhe kur i pët fetfaja e vërtet apo edhe nuk i ndëgjohet fetfaja. Të gjithë e dini rastin, është mufti i Kosovës, kur pyetët a lejohet femra me qenë mufti, thotë është haram femra me qenë mufti. Po ku është haram femra me qenë mufti? Asë një dietar, prej të gjithë dietarëve të gjitha kohrave, asë një herë nuk ka thënë ndokush që femra është ndalume me dhënë fetva. Përkundrazi Muhamedi a.s. ka thënë, merrni fetvan apo merrni gjysën e diturisë prej kësaj bardhoke, prej Aishës radhiyallahu anha, sepse gjysma e diturisë ka të bëjë me ahkamun nisa, janë prej haditheve të cilat janë transmetuar prej Aishës radhiyallahu anha. Por kur pyetët
a lejohet të përdorzohet me femrën, po sa dush unë ta jap dorën. Kjo është haram me dhënë në këtë mënyrë fetfa, sepse fetfat e gabuara pastaj ndikojnë që edhe kur të ipën fetfat të drejta masa mos me i ndëgjue. Po kthehemi te letra. Muslimanët kanë shkrujt, edhe Kur'anin e kanë shkrujt, e kanë shumëzu Kur'anin me të shkruar, mirë po printimin e Kur'anit, kur ka ardhur koha tek dietarët islam, kanë thënë se printimi është haram, duke menduar se nëse bëhet printimi apo skanimi, nuk mundet 100% mu bart origjinale në atë kopje, edhe e kanë ndaluar edhe printimin e Kur'anit. Dërsa prej letrës të cilët e kanë marrë perëndimi 2 shekuj të plot, vetëm perëndimi me printim e ka zhvillu diturin, është përhap dituria, kanë depërtuar botimet e librave të ndryshme, edhe shkencore, po edhe shoqërore, ndërsa dietarët islam kanë thënë se printimi është haram. Që fatkeqësisht po e them këtë rast, se të parët të cilët e kanë shumëzuar Kur'anin nëpërmjet printimit janë jo muslimanët. Ndoshta sot ndëgjoni tek ne ngritja e durve në namaz, apo mos ngritja e durve në namaz, dhe miremi me këto çështje. Dietarët islam, pra ata të cilët janë ekspertë e leximit të Kur'anit, e din çka është ishmami edhe çka është raumi, pra mënyra e leximit të Kur'anit, të bashkimit të buzëve apo të mos bashkimit të buzëve, për të treguar a është emërore apo a është kallëzore, apo a është kallëzore apo gjinore. Ishmami dhe raumi, pra këta dietarët, për të shurdhin ai i cili sheh, por është shurd me leximin e Kur'anit, për me treguar gjinoren, atëherë dohet me bë ishmamin. Dërsa për me treguar kallëzoren, dohet me bë raumin, me fjalë tjera mos me i bashkangjit buzën. Ne nuk miremi me këtë çështje, por prej Norvegjisë në Kosovë para 6 muajve, nuk i ka një vetë, po i ka 6 muaj, që Norvegjia e ka financuar shumëzimin e Kur'anit për të verbërit, sepse ne nuk kemi marrë me ja plotësu kushtet edhe të verbërit, me e lexu Kur'anin, me e mësue Kur'anin, pra përkthimin e Kur'anit për të verbërit, ndërsa ne ende miremi me çështje tjera dhe me mos pajtime të ndërsjellta, të cilat unë po e them në këtë rast, nëse e morni fjalën fetfa, do të thotë mulzimun li nafsihi gajre mulzimun li gajrihi. Fetfa nëse e jap për vete, unë jam obligativ, po për tjetrin nuk është obligativ. Për këtë arsye bëhet obligativ në atë moment kur ti e pranon, ndërsa nëse nuk e pranon, nuk e ka arrit shkallën e ixhmait, atëherë fetfaja nuk ka arrit në plot fuqizimin, që për me shpjegu ma let, ju e dini se miratimi i ligjeve bëhet në parlament. Por në parlament, komisionet parlamentare e përgatitin ligjin, edhe pastaj në fund votohet, por edhe kur të votohet në fund, 60% apo 51% me votu miratohet ligji. Po të ishte kështu, kjo është pra fetfa. Nuk po e konsideroj miratim i ligjit, por miratim i ligjit në sheriatin islam për mukanën i plot fuqishëm për të gjitha gjeneratave dohet jo 99%, po duhet që të jetë 100% me votue për atë çështje. Po fatkeqësisht, pra edhe ky sistem parlamentar ku shumica kanë dhënën
fetva për ndalimin e printimit të letrës, e kanë pengue zhvillimin e diturisë islame në përkohë. Po t'ishte vetëm printimi, atëherë do t'ishte lehtë, por me kalimin e kohës, pra sot çdo njani dëgjon Kur'an në televizion apo në radio. Për herë të parë, kur është paraqit radio dhe ju është prezentuar dietarëve islam, të gjithë dietarët islam, pra ka pas ndonjë përjashtim, se tash po të ishin 100% atëherë do të ishte ixhma, por pjesa dërmuese, pra kuptomin këtë rast, pjesa dërmuese dietarëve kanë thënë se radio është haram dhe radio është bidat. Në radio, apo radio është edhe magji, është sehër, sepse e gjinet dhe përtojnë në përmjet valët e radios. Mi po, Abdul Azizi, pra mbreti Abdul Aziz, që e lusim Zotin e lartë madhruar që ta këtë shpërbly, a i thirë dietarët dhe i ullë dietarët, e merë pastaj njërin i cili ka lexuar Kur'an, thot lexo ti Kur'an dhe le të ndëgjojnë tjerët, dhe kur kanë ndëgjuar tjerët nëpërmjet valëve të radios, edhe kjo nuk ka ndodhur para 400 viteve, sikurse atëherë kur është thonë kafja haram, as para 300 viteve kur kanë thonë se printimi i letrës është haram, po kjo ka ndodhur frek në vitin 1960. Pra që dënë të thotë nuk i ka 70 vite prej kohës së sotit. Dhe mbreti Abdul Aziz, kur i kanë mbledh dietarët dhe i thot me lexu Kur'an dhe kanë fillu me ndëgjue të tjerët, atëherë pasi që kanë thonë se radio është haram, atëherë e kanë vërtetue apo e kanë dëshmue se nuk qenë ka radio haram, sepse në përmjet radios po shpërndaj ka edhe leximi i Kur'anit. Sot nuk ka xhami në fytyrën e tokës që nuk ka mikrofon, pra sikurse në këtë rast. Por në fillim dietarët kanë dhënë fetva, pra pjesa dërmuese, nuk kanë të thonë vetëm një pjesë e vogël këtë moment. Pjesa dërmuese kanë thënë se ezani duhet të thirret në mënyrë të drejtpërdrejtë. Nuk lejohet nëpërmjet mikrofonit. Patjetër do të me hyp në minare me thirr apo me qenë zani i njeriu në mënyrë të drejtpërdrejtë. Që ndoshta sot jo, po në vitin 1990-92 Mulla Xhaferi, pra në kavaj të Shqipërisë, ne dimi se në Shqipëri në vitin 1960 apo 68 i kanë mbyll xhamin, mirë po të 90-ën kur u lirun xhamin dhe xhamia në kavaj, e cila ka qenë larg, edhe Mulla Xhaferi, pra ka hyp larg, e ka thirr ezanin 5 herë në dytë me zan, duke thonë se është haram me zmadus. Por në këtë rast nuk jam duke thonën për Mulla Xhaferin e kavajës, por dietarët kanë dhënë fetva se edhe ezani nëpërmjet mikrofonit është haram. Patjetër duhet të jetë drejtpërdrejti nëpërmjet ezanit, por të gjithë duhet ta dinë vëllezër, edhe mikrofoni, edhe printimi, por edhe TV apo televizionit, mjetet elektronike, të gjitha këto janë mjetet moderne të thirrjes islame apo të davës në islam. Dhe nëse ndokush mas paku i ka shfrytëzuar mjetet moderne për dave, për thirrje islame, janë muslimanët, sepse në vitet e para të zhvillimit edhe të radios, edhe të televizionit, edhe të mikrofonave, por edhe të mjeteve tjera elektronike, dietarët kanë thënë se është haram, dhe masa i ka dëgjuar, dhe ka kalu një kohë edhe nuk i kanë dëgjuar, sa që thuhet
Pra kur televizioni satelitor në vendet arabe ka fillu dhe një program satelitor si që është MBC-a, mjetet maksimum të veta i ka shpenzu vetëm me e incizue një serial të Omer ibnul Khattabit, të Omerit radiallahu anhu. Dhe e dini të gjithë djetarët e asaj kohe fetfan, sepse në serial nuk mund të përshkruhet 100% jetë e Omerit radiallahu anhu, dhe skenari nuk mundet me u përshkrujt ashtu si që ka qenë në kohën e Omerit radiallahu anhu, sepse rivajetet munden me qenë të ndryshme dhe kanë thanë se serialet islame, po edhe Omerit radiallahu anhu është haram. Mi po MBC fatmirësisht nuk i kanë dëgjua ata djetarët. Ka fillu të përhapet, ka fillu e vetëm të shikohet dhe prej serialeve më të shikoshme në botën arabe ka qenë pra seriali i Omerit radiallahu anhu. Mi po ka ardhur një kohë që fatkeqësisht edhe sot ne gjindemi, ka ardhur koha të gjithë dietarët islam apo ekspertat islam në një anë duke thonë se seriale janë haram, edhe islame dhe jo islame, se për jo islame nuk ka nevoj me diskutu, por edhe islame edhe jo islame. Mi po nënën tjetër e tërë masa e ka shiku dhe e kanë pasë është e dobishme dhe është një metod e daves dhe fëmijët mund të mësojnë për historinë islame edhe të Omerit radiallahu anhu ma shumë se sa me shkuet të djetarët me i mësu. Kështu që muslimanët për me ecë për para nuk dohet me jetue në iluzione apo në andra, por dohet me jetue edhe me realitetin, sepse këto fetfat e gabuara kanë ndiku në ngecjen e muslimanëve, ndërsa për me ecë muslimanët për para, atëherë pa tjetër djetarët duhet të jetojnë me realitetin e asaj kohe. Të gjithë duhet të dim, pra është edhe regull e fikut, pra ka vajt fik, el fetawa jahtelif bi ikhtilafin e makin wal ezman, që është edhe e shkhas. Fetfat mund të ndryshojnë me ndryshimin e kohërave, edhe me ndryshimin e vendeve, edhe me ndryshimin e njerëzve fetfaja mundet me ndryshu, sepse prap po kthehemi, çështja fetfa nuk është ixhma, po çështja fetfa është që muftiu nëpërmjet Kur'anit, edhe hadithit, edhe ixhmait, por edhe mendimet e dietarëve me e dhon një mendim për një çështje të caktuar në kohë të caktuar. Mirë po, Kur'ani është i pandryshueshëm. Pra bazë e cila nuk ndryshon deri në ditën e Kiametit është Kur'ani. Por ndoshta mundeni me gjetë të ri, thotë unë veproj vetëm në bazë të Kur'anit edhe vetëm në bazë të hadithit. Por nëse dikush më bën pyetje mu, a është Allahu një? Unë i tham Allahu ehad, kjo nuk është fetfa. Pra nuk është fetfa me tregu ajetin kuranor huwallahu ehad. Por nuk është fetfa edhe me tregu hadithin e Muhamedit alayhi salam se 5 kohët e namazit janë farz. Kjo nuk është fetfa. Kjo është e vullosur në Kur'an, është e vullosur edhe në hadith. Për çështje të veshjes për në namaz, pra nuk është fetfa për mu vesh në namaz, sepse Zoti i Lartëmadhëruar ka thënë khudhu zinatakum inda kulli masjid, veshuni në namaz, veshuni para çdo falje të namazit. Pra
veshja si veshje është e përfundume prej Zotit të lartëmadhëruar, nuk ka fetva këtu. Por mënyra e veshjes mundet me ndryshue mënyra e veshjes së vendeve të ftofta prej vendeve të nxehta. Por edhe të çështja e femrës, të mbulimi i femrës, mundet me ndryshu hijabi i një vendi prej një vendi tjetër. Por atë çka është e përcaktume, ajo nuk është fetva vëllezër, por është fetva ajo e cila interpretohet pastaj prej Kur'anit edhe prej hadithit, sepse Kur'ani edhe hadithi e kanë lënë një hapësirë që brenda asaj hapësire te me qenë i lirë me zgjedhën, se sa të konvenon dhe sa ke mundësi. Por fatkeqësia më e madhe është që pra në shekullin e 21, sidomos muslimanët e Evropës më së shumti përballen me çështje të cilat duhet të zgjidhen. Unë në këtë rast nuk jam duke shpjeguar epokën e Mekës së Muhamedit a.s. e cila ka ndryshuar me epokën e Medinës, sepse në Mekë kanë zbrit ajetet e besimit, ndërsa në Medinë kanë zbrit ajetet e shariatit, ajetet e jurisprudencës, pra prej një vendi deri në një vend tjetër. Por Muhamedi a.s. kur ka shku në Medinë, i ka pasë në Medinë shkojnë e bojnë plenimin e hurmeve në mënyrë artificiale. Edhe Muhamedi a.s. ka thonë, çka jeni duke bën, mos i plenoni në mënyrë artificiale, erëra në mënyrë metanake e hurme do të bëhen. Edhe e kam dëgju Muhamedin a.s. Po atë vetë nuk ka pas bereqet të mjaftueshëm të hurmeve. Prodhim të mjaftueshëm nuk ka pas. Ka pas shumë pak. Atëherë Muhamedi a.s. ka thonë, entum e alemu bishuuni dunjakum, për çështjet e dunjas ju jeni dhe bane planimin artificial. Ky rast nuk ka ndodhur rastësisht te Muhamedi a.s. por na ka tregu se mundet të mendohet që musliman të cilët munden me jetu në një vend tjetër, edhe atyre ju nevojitet për çështjet e jetës së tyre fetva adekuate për ato vendet në të cilat jetojnë. Nëse shkon e merrti një arkitekt të Afrikës me ta ndërtu shtëpinë, kur të vjerë dimri dhe arkitekti nuk e ka para pa o gjakin, mos e kritikoti arkitektin e Afrikës. Pse në Afrikë nuk ka nevojë me pasën shpore, nuk ka nevojë me pasën o gjak. Ai e parashesh shtëpinë pa pas nevojë me pasën o gjak. Sezonën e verës nuk ka nevojë me pasën shtëpia o gjak. Pra sot ndoshta e shohim edhe pakistanezët, pra dietarët e Pakistanit, edhe të Turqisë, edhe pse Turqinë e kemi më së afërti, por e kemi edhe të Arabisë Saudite, edhe të Egjiptit. Ata dietarë për me dhonë fetva për vendet tona, nuk jam të thonë për aspektin global islam, por për me dhonë fetva për vendet tona, së paku dohet me ardhë, me jetu një kohë në këto vende, ata dietarë edhe pastaj me ndihmu edhe me dhonë fetva të cilat janë të nevojshme, sepse ne dimë në shariatin islam edhe Shafiu radiallahu an pra ndahet në medhhebin e ri dhe në medhhebin e vjetër. Cili është medhhebi i vjetër i Shafiut radiallahu an, pra ai derisa ka jetu në Hijaz, pra në Mekë, në Medinë, edhe në Irak, edhe në pjesë tjera, atëherë ka dhënë fetva. Po kur ka shkuar në Egjipt, është ballafaqu me një shoqëri të re, me një rreth të ri, me një formë tjetër të jetesës dhe ka dhënë fetva ndryshe nga ato të cilat i ka dhënë më herët. E ndryshimi i fetvas pra lejohet. Kur të them unë lejohet ndryshimi i fetvas, e kam për qëllim
sepse fetfaja edhe mundet me ndryshu me ndryshimin e kohës edhe të vendit. Të gjitha këto vëllezër nuk janë duke e thonë për asgjë tjetër, për posë që ta kuptojmë definicionin e fetfas, por damet të cilat mundën me sjell fetfat e gabuara, por edhe konceptin e të kuptuarit të fetfas, sepse nëse nuk e kuptojmë konceptin e fetfas, atëherë mundemi me ardhë deri te konfrontime të ndryshme në mes vete, në mos pajtime të ndryshme në mes vete, që dietarët islam e kanë thënë edhe ajo duhet të mbet në të gjitha zemrat tona. Ndryshimi i mendimeve në një çështje nuk do të thotë urrëtia e njëri tjetrit. Ndryshimi i mendimeve në një çështje nuk do të thotë armiqësia në mes vete, sepse ndoshta te një dietar nuk mund të pajtohesh me disa fetva, por nuk do të thotë se ai dietar nuk është i mirë, por mundet me qenë ndonjë dietar i mirë, po në disa raste ka dhënë fetva të gabuara, por edhe njeriu është gabimtar, edhe në fetva njeriu mundet me gabu, por ajo që duhet të na brengos të gjithë neve, që ne muslimanët të shfrytëzojmë në kohë të sotit edhe internetin, edhe mediat, por edhe elektronike, edhe tjera për çështjen e daves, sepse këto çështje, pse të tjerët i shfrytëzojmë për çështje të ndaluara, ne i shfrytëzojmë për çështje të lejuara. Pra kur e thash une në këtë moment, pra mundemi me thanë, sikurse thika apo revolja në dorën e kriminalit është shkatërim për shoqërinë, ndërsa në dorën e policit apo të ushtarit është mbrojtje për shoqërinë, dhe nuk duhet të ipët fetfaja pra në mënyrë të papërcaktuar, por patjetër duhet të ipet në mënyrë të përcaktuar. Me këtë e përfundoj, ju faleminderit për vëmendjen, Zoti i lartë madhruar ju shpërblet edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, dhe lëshoft rahmet në mesin tonë. Të nderuar mysafir, dashamir të dijes, vëllezër besimtar të din të islamit tonë të shtrenjtë, duke falenderuar mysafirin misafirin për ligjërimin e tij të bukur, me të cilin e rënqeti lëkurat dhe duke na shtuar akoma më tepër nga malli i përvëlluesin arrin në zemrat tona për sahabët dhe për pejgamberin ton të madh Muhammedin alayhis salam. Atëherë këtu edhe përfundojmë këtë tubim duke lutur Allahun xhaleshanuhu për mirësi të plotë që të na ruaj gjithherë nga mëkatet, për mëshirë gjithë përfshirëse, shëndet të mira. Lusim Allahun xhaleshanu që të jetë gjithherë me ne dhe të mos jetë kundër nesh, që të na forcojë në rrugën e vërtetë dhe në punë të mira, që të na largojë nga e pavërteta dhe të na mërgojë nga punët e liga. Lusim Allahun e Madhërisht që të na ruajë neve prej zjarrit të xhehenemit. Baballarët tonë, nënat, vëllezërit, dhe motrat tona, dhe në një ditë të madhe të na tuboj në rahmetin e tij të gjithëve të lumtur dhe në begati të përhershme. Për fund, mirupafshim në ligjëratat e forumit të ri musliman, që mbahet për çdo të shtunë në zyrën e FRM-s Gostivar në orën 7. Ne ju lutemi që të ndalemi dhe të ndajmë çastet e përbashkëta në koktelin që kemi përgatitur jashtë, që ka përgatitur forumi të ri musliman për të gjithë ju. Selamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Allah